Turneu botror i tenisit që po zhvillohet në Adriatic Tennis Park të Shkodrës me pjesëmarrjen 120 tenisëve përfaqësues të 32 ekipeve vijon konkurimin në turët kualifikuese, për të cilëve do dalin finalistët për çdo disiplinë në femra dhe meshkuj. Por të theksuar është se tenistët pjesëmarrës ndjehen të kënaqur jo vetëm me kushtet e zhvillimit të garës, por edhe me mikpritjen nga ana e organizatorëve. Because I got champion last. Erën e fundit që ka marrë pjesë është shpallë kampion i turneut, mirë po ka qenë turne evropian dhe tani e bën dallimin se është turne i nivelit botror dhe ka lojtarë shumë më të mirë me nivel më të lartë të lojës. Por pret që të tregoj performancë të mirë dhe të jap më të mirën e tij. Për tenistën britanike Lagoda dhe trajnerin e saj Escobar, konkurimi në Shkodër është për herë të parë, por siç e deklarojnë edhe vet ato, nuk do të jetë i fundit. Janë shumë të lumtur me organizimin, edhe niveli i lojtarëve është i mirë, edhe gjithashtu kompleksi ka një ambient shumë të mirë të cilët i ofron lojtarëve. Ndeshjen e parë ka fitu dje, sepse ka luajtur ndeshjen e parë dje dhe pret që ta fitoj turneun edhe pas fitoreve në raundet e tjera. Kam pas një rrugtim të gjatë për më ardhur deri këtu, sepse kam pas fluturime në orët e hershme të mëngjesit. Mirë po këta pas kanë shumë miq shqiptar në vendin ku jetojnë dhe ata i kanë sugjeruar që me ardh këtu edhe me vizitu, edhe me luajtur turnej gjithashtu.